Atëherë, përshëndetje miq të Florida Shqiptare TV. Jemi këtu sonte me një personazh mjaft njohur në komunitetin shqiptar në Clearwater, Tomi Filipi. Tomi, përshëndetje, mirë se erdhe dhe të falenderoj pa mas që morët pjesë në emisionin Zëri juaj, historia juaj. Je një personazh mjaft i njohur në Clearwater, edhe jeni aktor, muzikant, edhe shumë veti tjera, të cilat do t'i zbulojmë gjatë kalimit të kohës. Faleminderit. Adrian, falenderoj shumë unë. Falenderoj shumë për respektin, për ftesën. Sigurisht, unë personazhi im si Tomi jam shumë ngjyrshëm. Dhe kjo më ka bërë që të jem aktor, artist, këngëtar, balltar, gjimnast, e kupton. Por në fundit, sepse ka një kurb tjetri, të tërheq kenga. Edhe për kushtet që ne gjetëm emigracion, no? Sepse vërtet kam në një profesion shumë të bukur që gjithë jeta ime shkoi në atë profesion, e kupton? Por këtu më dha shansi që në Amerikë të kap mikrofonin dhe të jem sa më afër njerëzve dhe të këndoj gjithmonë në përditëlindje, festa, gëzime, festën e independencës të 29 nëntorit, e shumë gjëra. Kur janë fillimet tuaja si artist? Tomi, një fjalë, sepse ju keni marru Institutin e Lartë të Arteve, apo? Sigurisht, unë nuk e kam marruar institutin, kjo është një histori më vete që do pak kohë që të marrë të tregoj, por mbas kësaj më kam marruar një kurs special, që është quajtur në atë kohë, për anë teatri popullor. Prandaj dhe erdhi biseda që ne bëm pak më parë me profesor Gëzim Kamjen, me Bilsha Anskën, kam pas profesor Viktor Zhustin, Mehmet Berantin, kam pas Kosta Kamberin, Akim Bajkon. Me fjalë kam kaluar shumë profesor që kur kam mbaruar atë kurs dhe jam dërguar nga seksioni i arsimit në atë kohë, sepse unë më shpër një diçka në konkursin që unë dhash për në Akademinë e Arteve, për të cilën vërtet jam goditur shumë rënd. E megjithatë e kalova. Më pas, seksioni i arsimit, pasi verifikoj gjitha gjërat, më dërgojnë në Tiranë për anë teatri popullor një vit. Edhe unë jam paguar nga shteti në atë kohë. Edhe kjo pastaj bëri që lidhjet e mia të jenë më të forta, mbarimi i asaj, më erdhi momenti që të shkoja ushtar. Aty ka qenë një pikë shumë e trisht për mua, sepse të shkoja ushtar në atë kohë ishte pak e dhimbshme, mbas asaj jete të bukur që unë bëja me artin, me shokët, me megjithatë kjo dhimbje kaloi. Shkova ushtar, mbarova ushtrin. Çfarë vitës, Tomi? Këto flitet për vitet 80-82. Okej. Ka qenë ushtri në ato vite. Ka qenë ushtri, por unë kam pas një komandant të mrekullueshëm, që quhej Avni Protopapa. Sot ai nuk është. Ai ardhi ka qenë për mua kaluar një babaj. Edhe unë kam marrë gjithë kulturën, sepse ai quhesh baza e jugut. Gjeroven. Edhe unë bëra shef i propagandës kulturës të gjithë bazës jugut. Shkoja në Tepelen, Skrapar, në Sarand, kudo, dhe vazhdoja e rrugë, më krijoj biblioteken, aty mori rrugë shumë edhe kitara ime, për që unë kam në shumë kujtime të gjejë partë, ku gjithë jugu më dëgjonte, në këngët e mia. Kam lënë shumë kujtime. E megjithatë, mbarova atë. Lidhen ato vite me stradën e ushtarit se çka qenë? No, absolutisht jo. Deri në këtë moment jo. Por më erdhi një moment shumë i bukur, ku njofa zonjën time. Duke qenë ushtar? Duke qenë ushtar dhe pikërisht nga një hapje perdi vogël, kjo vinte bëtë zborin aty, një femër shumë e bukur, të drejtën, nuk mund ta mori dot. Edhe nuk e di, nuk e di se ç'kam ndier në atë moment. Se dashuri me sikën të parë. Nuk e di, kështu quhet. Nuk e di, lidhe me Ismetin, me një shok që kisha të qentrani dhe i them, o Ismet, më intereson shpejt kush është kjo hajtë. E megjithatë kjo më mburi re dhe unë e mbylla perden. Erdhi ditën tjetër, prapë, aty filluam, e mora vesh këto kishin ardhur, ishim poshtë tek lumi, ishte një lum, dhe po bënin zbor, edhe unë tani mbajsha si kitarist i mrekullueshëm i repartit dhe gjithë jugut. Edhe më thot shef në Kiu, kishin një nga Vlora, ishte shumë njeri i mirë dhe në Kiu, e më thot, Tomi, sot kemi ndrami ndarkë. Pse i dhe shumë qanë? Qanë në ka ardhë një grupë shumë i mirë, por kemi dhe bajzat bukra. Atë e diu. Qanë thuaj dhe shumë, po i dhe do mi, do këndoj.
Aty pastaj ishte Neli im që aty pastaj u lidhëm me çik sforcë, po u lidhëm edhe sot është vazhdon jeta me bashkëshorte. Mi fjalë, jeni shumë i pasionum mas muzikës, mas kitarës, por shumë shqiptarë ju njohin si aktor. Ardi, nuk, në konceptin tim si Tomi, nuk mund të kuptohet dot e ndarë aktrimi edhe kënga. Sepse kanë qenë një elementet bazë kur përgatiteshe për të paraqitur konkurs. Duheshin patjetër këto dy element që ti të beheshe dikushi, në qoftë se pretendoje të beheshe. Edhe unë këto dy elementi kam pasur, dhe i kam pasur shumë fuqishme. Edhe zotin më dha që unë kapa mikrofonin në emigracion, por dhe në stradë profesionale të Beratit, unë kam kënduar për gjithmonë mbrapa kuintave, sepse dilja me zë dytë. Zëri dytë imi ka qenë, sepse këndonin këngëtar, dhe sigurisht më thoshin top, kapa mikrofonin, sepse po të Florisha, po të Petriti, edhe unë gjithmonë kam shkruar në zëra dytë, por pa u reklamor, sepse ishte një klauzol që ti ke pozicionin si aktor dhe aty që nuk duhet që të marrësh. Me fjalë sistemi ishte i tillë që të bënte të llojndarje. Por ata e dinin gjithë që unë isha dhe për këtë punë. Cili është roli i parë i juaj? Roli i parë i jemi Mund kanë roli i parë i jemi, ja po të thotë tani, roli i parë i jemi ka qenë Ariu Gjetinjëllu. Po, kujto, që bën një pyetje shumë delikate. Roli i parë i jemi ka qenë rol i parë profesional, nuk flas, sepse rolet e para kam pas në shkollë 8 vjeçare, kemi bërë këto si mund të quhen mizaskenat e vogla, por profesionale që filloi në vit parë gjimnaz, ku unë u angazhova tamam si një aktor i mbushur, mund të thuash, ishte Ariu Gjetinjëllu. Ka qenë një skeç jashtëzakonisht i bukur dhe unë hipja në karige edhe merja lullën, Ariu Gjetinjëllu, spektatorët qeshnin, dhe këtë më tregon një shoku im i gjimnazit, pe përmend dhe emrin, Koçobaba, që dhe sot dhe Nelli e dime, këtë Koçobaba i kujton shumë mirë, edhe ai më dërgoi një ditë nëpërmjet Facebookut. Shoku im i dashur më tha, mos harrosh Ariu Gjetinjëllu. Po, i thash, Koçë, çfarë kujton? Janë shumë gjëra hadi që harrohen, janë shumë gjëra që njerëzit të kujtojnë. Kontaktet e mia kanë qenë fuqishme. Por nuk do të le pa përmendur, pasi unë u përgatita dhe po fuqizohesha në shkollë të mesme, në shkollë të mesme unë mbuloja gjimnastikën, isha nga më të parë, mbuloja këngë, mbuloja teatrin, mbuloja, me një fjalë isha shumë i angazhuar. Pasi mbarova dhe kursi special, u ktheva dhe një dedikim dhe një falënderim të posaçëm, duhet t'ia drejtoj Sekulla Muftarin, Cekës Beratit, që ishte ai që vuri dorën edhe tha, Tom Filipi, ti do të vish me mua dhe ke vendin në teatr. Dhe vazhdojmë të jemi akoma. Edhe vazhdojmë të jemi miq 16 vjet pranë ti në çdo hall gëzim kur isha atje. Por sot tuaj më mungon shumë, edhe unë i mungoj atij. Por gjëra që erdhën, jeta kjo është. Por e kam pritur, më ka pritur sa herë që vemi me Nellin, ka një familje të mrekullueshme, ka një grua të jashtëzakonshme, Drita, që ne duam e respektojmë edhe e puth nga ekrani. Edhe këtu ka ardhur një 2-3 herë që realizuar edhe një 2 filme, diçka Po tjetër. sigurisht ishin pa vjetësh me Drilonin. me Drilonin, bravo. Po, Driloni. Ai ardhi filloi një film jashtëzakonisht i bukur. Por gjërat ndodhin nganjëherë dhe të shpëtojnë edhe gjatë rrugës fillojnë ndryjnë personazhe të ndryshme që e nxjerrin nga shina atë që ti kërkon të bësh. Edhe nuk arritja i projekt që erdhi për të bërë. Por me ikën e Drilonit, unë për Drilonin kam respekt dhe dua, është djalë i talentuar, më respekton, do e kupton. Por në këtë drejtim ai e di që ndryshoi origjina e filmit. Filmi erdhi shumë bukur, gjerimet i fillon në Miami, ku për herë të parë ne kishim edhe tasimin dhe Endrin, dy shokë të mrekullueshëm që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, sidomos Endri, e kupton, që nuk ja mohoi dot asun as dikush tjetër, po erdhën gjërat, nuk e di si erdhën, sepse unë nuk kam ndërmend të përmend gjërat, por filmi u bë si u bë, e kupton, unë dola në një sekuencë shumë të pakët, ku kisha shumë gjëra, shumë më të bukura për të bërë. U prem. Nuk e di si erdhi. Kurse ti ka qenë montazhi atëherë. Nuk e di, me fjalë, sepse u bën shumë skena, u bën në Miami, u bën
tek një vend nga shtëpia ime, u bën këtu në Clearwater, me fjallu bën shumë skena të bukura, të jashtëzakonshme. Shikoj shumë aktiv me komunitetin, jeni shumë i angazhuar me komunitetin në për këto koncerte festive, Yeah. në për këto gjanat dhe vazhdimisht jeni pjesë e këtyre eventeve duke kënu me fjalët duke dhënë kontributin. S'mund të ri ardhët. S'mund të ri, ashtu siç nuk mund të ri dot art kraja. Ne jemi të apasionuar. Të gjitha Edhe ne ajo vitet, në sa këtu. kohë bone Tomi në Në Amerikë? Amerikë 25 vjet. Gjitha vitet i keni këtu në Këtu jo, në Florida, keni në Michigan. Michigan që kam rënë një komunitet jashtëzakonshëm, në familje të mrekullueshme, kemi kaluar në mënyrë të jashtëzakonshme, ku aty kanë qenë edhe pjesëmarrja ime me Ermina Babaliun, ka qenë me tjetër, e kupton? Por që qam dhe pastaj ikëm, edhe ajo frymë erdhi këtu. Sigurisht njerëzit e dinin, filluan pastaj edhe këtu të njihshim, edhe shkaku i parë ka qenë takimi me Tasimin, me njëjtën e komunitetit Putja në Vatër, i dha Tomi takon më shumë dritë dhe frymarrje. Edhe sot jemi këtu. Po me Shkodrën. Me Shkodrën më lidh të shpirti, më lidh gjatë. Babai më lidhin shumë gjëra. Më lidh fëmijënia ime. Fëmijën e kam kaluar në Shkodër. Çdo pushim beari, Tomi shkon në Shkodër. Dhe gjëja e parë që unë kisha në Shkodër ishte bicikleta ime. Bicikleta. Po, atë merja edhe unë e bridhja Shkodrën cep më cepar. Knajsi. Cep më cep, pse i flasim tani për vitet 74, 75, 76, 77. Unë shkoj atje. Por pa harruar asnjëherë dhe kampet e pionerit të Tëninis, në Shirok kam vajtur, në Vlorë, në Durrës. Unë kam pas një baba shkëlqyer. Tomi, shikoj në këngët tuaja keni pasion kitarën, që sigurisht pasion e keni pasur qysh në Shqipëri, por atë që do thoja është që ju kënoni spanjisht. Spanjisht është tjetër gjë. Hobi. Nuk është hobi. Ne jetuam. Jetuam shumë vite në Venezuela. Oh, në Venezuela. Jetuam shumë vite, kishim hallën, vajtëm atje, kaluam vitet tona, sigurisht. Atje morëm kulturën, morëm gjuhën. Sa vite? 7 vite? Po, ndetëm shumë vite atje. Dhe pasi vdi që alla, nuk na ngeli gjë tjetër të largoheshim, sepse kishte edhe një çik filloi dhe një çik politika keq, presion e kishim e gjetëm rrugën për të larguar. Atje e mora temperament e një fije. E mora temperamentin dhe edhe kur i kënon me atë rizhin, me atë shpirtin, nuk e di, por Ardi, ne kemi vajtur atje vërtet, po unë kam pas një hallë të mrekullueshme. Një shkodrane që mund të them me plot gojë që ngeli shkodrane. Ajo kishte harruar shumë fjalë, kishte harruar shumë gjëra. Me fjalë kur po tani ne shqiptarë kemi kur të thret gjaku të thret, e kupton? Por shumë shpejt. Neli për shembull, i me shoqe ka qenë jashtëzakonisht afër me të. Sepse e kapën një moshë 82 vjeçe, po qërojti goxha. Dhe ishte shumë e fortë, një grua apasionante, një grua e fortë, një grua me histori, i kujtonte ngjarjet. Në aty morën vesh shumë gjëra që babi nuk i thoshte, e kupton? Që në aty morën vesh që babi ka qenë njak. Dhe një vdiqe dhe një tjetër babi që rojti, e kupton? Ishte shumë gjëra, ajo ishte një hallë shkëlqyer, por jeta kështu është. Iku la të djalit, Mikelen, por dhe i fatkeqësisht kur erdhi në Orlando, ndroi jetë. Nga kush përbëhet familja juaj Tomi këtu, sepse besoj se edhe njerëzit do të ishin të interesuar. Sigurisht, familja ime përbëhet nga zonja ime Neli, që sigurisht është krau i djathtë, është inspiracion i jetës time në të gjitha drejtimet. Por e kam edhe një partnere të fuqishme që më shoqëron me këngët e mia, sepse këndon bukur, ka harmoni në zërin e saj të bukur. Edhe familja jonë përbëhet nga 2 vajza. Të 2 vajzat janë me shkollë të lartë, kanë mbaruar universitetin në Michigan për Building Witch modern. Dhe flasin 4 gjuhë, të 2 vajzat. Edhe kur mbaruan universitetin, janë të martuara me 2 djemë të shkëlqyer që Zoti i Madh na dhuroi të punë, rrofsh faleminderit. Dhe pastaj erdhën këtu, martuan, kam një nip të mrekullueshëm Adrianin, 10 vjeç. Kam edhe një mbes, Adea, që jeton në Naples, e puth edhe Adean edhe Adrianin, edhe jemi të plotësuar. Të 2 vajzat janë mrekulli, jetojnë shumë mirë me 2 çuna të mrekullueshëm, njëri është inxhinier, tjetri ka marruar për ligjet
i konstitucionit të ligjeve të shtetit, por ka dhe një pjesë të tjerë pizzerinë që vazhdon është i apasionuar më së saj. Adriani ka pasion pianon, dhe sa kam burë në për këto videot, është diçka që e shtyni ju apo e ka pasion vetë? Adriani im është, nuk është se është Adriani im, është shumë inteligjent. Për Adriani mund të flas me orë të tëra dhe s'pushoj dot. Pse? Unë nuk kam, unë si tonë, flas gjithmonë, emrin tim. Adriani im është një njeri që njeh në mënyrë të përsosur jetën e 47 presidentave të Amerikës, në detaje. Adriani im është një njeri që njeh kushtetutën amerikane me presje, me pikë presje, me çdo gjë që ka ajo në vetvete. Adriani im është një njeri, një djalë 10 vjeç që njeh gjeografinë dhe artën e botës në mënyrë të përsosur. Njeh kimin në mënyrë të përsosur. Matematikën dhe teknologjinë e fundit tani me kompjuter që është futur, është absolut. Edhe kohët e fundit, para 2 javësh, ka fituar shkollën Magnet quhet, sepse vajza këtu paguhet për të provuar testin se deri ku shkonte inteligjenca e tij. Inteligjenca, po. Ti më kupton shumë mirë. Edhe erdhi në shtëpi pedagogja nga shteti i Tampës. Dhe vajza nuk ishte prezent aty sepse nuk lejohesh. Dhe ka fituar pikën më të lartë, 132, 138 të smartit të mençurisë, edhe para 2 javësh, 3 javësh fitoi shkollën me high schoolin, shkollën fillore që mbaron si themi ne, dhe shkollën high schoolin bashkë me kolegjin, do të vazhdoj atje dhe universiteti quhet Magnet. Po, kam një gjuhë. Po. Edhe kemi pritur 2 vjet për atë. Kishte bërë kërkesën vajza, kishte bërë kërkesën për djalin. Rrofsh, në gusht fillon. Por është i çuditshëm. Është i çuditshëm. Tomi, cilat janë projektet tuaja? Gjithmonë bëj fjalë për projekte artistike, nuk them për projekte që do blesh një shtëpi tjetër. Adrian, ti që ne nuk jemi të. Ti e marrë që këve bizneset tilla kështu dhe jem ndryshe nga unë, po unë nuk kam projekte të tilla. Projektet e mia janë gjithmonë artistike. Janë artistike. Jo, është bravo të qoftë. Vërtet jam shumë i surprizuar me këtë çka ke bërë këtu. Sepse vetëm një studio televizive profesionale mund të ketë, këto i kam parë për shembull tek profesori Ed Balini, që i ka, edhe ne ka qenë atje prezente, por që bravo të qoftë dhe nuk kam fjalë të them. Edhe projekti im i parë është, me fjalë i parë jo, po që do vazhdojnë, është kënga e dytë që po vjen, me kompozitor Valentin Veizin, që të gjithë e njohim, e përshëndes Valin. Është një kompozitor që unë e quaj, këngët e tij janë si një miel. Kështu e kam vënë unë emërtimin muzikës tij, sepse ai është i veçantë, është unikal. Është unikal. Në terrenin e pianos, në gjetjen e harmonisë, ai është si një vesë mëngjesit. E kupton? Jo, si ta them me shumë pasultik të gjë dhe e njoh sepse jemi rritur bashkë me Valin. Edhe e njoh se çfarë djalë është shumë apasionant, është një kompozitor i plotësuar në gjitha gjërat. Edhe kjo ishte një dhuratë që unë bëj për mua dhe për Nelin. Dhe me që kemi kontakt shpesh, edhe i kisha thënë se Vali ma bëj një këngë. Po më thoshte mua, po do ta bëj tani, po je pak i vështirë, më thoshte mua, në kuptim se ti ke shumë gjëra. Sepse unë jam i rrëndur shumë pas ritmit, kam qef ritmin, muzikën. E kupton apo? Çacham, tjetër shumë herë që në Puerto Rico, kam bajlën energjike, e kupton siç kanë këta latinët. Edhe si përfundim, Vali e bëri këngën. Si që dëgjova, është një këngë. Është këngë e bukur edhe. Shpresojmë që shpejt të kesh edhe një klip. Me fjalë në anglisht është you and me. Ti edhe unë. Me fjalë unë edhe Neli, ti dhe Tana, e kupton? Ai është gjithë. I kushtohet çdo. I kushtohet dashurisë, i kushtohet puthjes parë, i kushtohet asaj ecje të parë që ke bërë, njohjes parë, me fjalë dashurisë në përgjithësi, është një këngë që të hap vena dhe të qonë shumë brava. Diçka nga jeta personale, a kishit vështirësi mu ingranu në jetën amerikane? Se me siguri nuk është se të ardhurat i keni bëhen nëpërmjet artit, nuk më domenja. Kemi punuar kudo. Me punu, por ishte e vështirë që të edukoje fëmijët edhe të ingranohesh me jetën
Amerikanës, me sa të shikoj, je bajagi njëri nga unë. Dëgjon, Adri, jo vetëm unë. Jo vetëm unë. Ne shqiptarë në përgjithësi jemi të fortë. Jemi të fortë sepse dim të asimilohemi shpejt. Jemi të fortë sepse kemi ardhur në një sistem që i kemi parë të mirën dhe të keqen. Edhe kemi fituar të fortalesën e madhe. Dhe mua më vjen keq për të rinj sot që nuk e kuptojnë. Dhe nganjëherë kur tregojmë që mblidhemi për darkën, fillojnë në qeshin. E megjithatë le të qeshin, sepse çuri kjo punë. Por që nuk ka qenë lehtë. S'ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë sepse kemi lëvizur 3 herë në jetën tonë. E megjithatë në Michigan gjeta Bjelni Haxhës, e kupton Bepin, që dha shumë ndihmë të jashtëzakonshme në të orientuarit, sepse ka shumë mundësi kjo punë. E pastaj ne ngrënuam, por faleminderit dhe Nellit që ka punuar shumë fort. Si gjitha gratë, no? Por që ka qenë mbrapa me gjithmonë. Edhe kemi qenë shumë të kujdesshëm, shumë me vajzën. Në përgjithësi unë it's all right, por Nelli ka qenë në mënyrë 100% mbrapa tyre. Në çdo drejtim. Nelli është nga Berati. Berati. Berati i vogël me 1000, sa kemi 1000 a 1500, 1000 dritare. 1000 dritare. 1000 dritare. Po, është nga Berati, vjen nga një qytet i bukur, vjen nga një familje mrekullueshme. Është një femër e përgatitur në të gjitha gjërat, është një ambicë e shkëlqyer, është mbi të gjitha një bashkëshorte që më respekton miqt. Ajo është kryesorja. Mi do, mi respekton, edhe mi jep vendin që më takon, edhe ka merit të madhe. Sot kemi marrë edhe kitarën këtu në studio, me fjali je i pari që do performosh me kitarë këtu. Sigurisht. Edhe le shpresojmë që ke zgjedhur një këngë Po tani apo e ke si mas kërkesave. Tani kemi një shprehje ne. Ti e di, me çfarë shkodron tani. Ne mund të bëjmë, ne mund ta thoj Nellin këtu që tjetër edhe Nelli. Me siguri. Apo merre kitarën, Nelli urdhëron. Të desha unë, më desha ti, sa shumë u deshëm ne të dy, puthjen e parë, kujtoj plot ma, kujtojmë tani. Me siguri këto ishin fragmente nga kënga e re? Nga projekti i që po vjen, projekti i ri. sigurisht, me kompozitor Valentin Veizin dhe me poetë Dimitra Golemin, që për mua është një album duke i dytë. Shkruaj kanë vlerësuar, më ka dërguar 2 libra, do t'i dhuroj dhe ato 2 libra që kam, nga Dimitraqi dhe ka poezi të jashtëzakonshme. Ka një fuqi fjale të jashtëzakonshme. Faleminderit. Shumë. Tash do bësh diçka shkodrane apo si? Diçka shkodrane, Lulet e Borës. Nuk e di, ndoshta me Lulet e Borës. Ma Nelli sigurisht, deri tani thash një Nelli vjen mbrapa, kështu që Po ndonjëherë më jepën asnjë. Në malen kote, tu i prek lule, veç me do, veç një kor, më të pokrin shkote, ty të qeta lule por, tu i shëtit në malen kote, tu i prek lule, veç me dorë, veç një kof më të bukri shkoder, ty të qeta lule bor, je vogël por e plot, ty të kërkoju tash sa mot, unë ty të kërkoj, gjithë du jetën të qoj, eja lule bor, se me ty do turkulor, eja lule bor, se me ty do turkulor. Pashëm atë bukrin s'tin pranvere, pashëm atë bukrin branda fil, mos i apal ti kujta ter, se për mu vetën ke shir. Pashëm atë bukrin s'tin pranvere, pashëm atë bukrin branda fil, mos i apal ti kujta ter, se për mu vetën ke qit, je vogël por e plot,
ty të kërkoj unë tash sa moton ty të kërkoj, gzim me ty jetën të qoj. Eja, lule bo, se me ty do të rëkuror, eja, lule bo, se me ty do të rëkuror. Do ta bëj duar trokitje unë se. Për shkotën tonë. Fantastike, Tomi. Si gjithmonë je emocionant. Të emocionon me fjalë. Je, sigurisht. Nëse s'ma kanë dhënë stana kamerën një mund nduken syti çik ndoshta me lot. Nga mënyra se sa bukur kombinoni edhe sa bukur e knut bash. Faleminderit shumë. Jo, vërtet është një këngë e jashtëzakonshme. Gjithmonë që më lidheshim në Michigania, në Edjedi, me familje Shkodran, kam shumë kujtime me ta. Dhe shkojmë shumë, dhe kur vinë këtu, vinë shpje, dhe nuk, i dua shumë, sepse me fjalë kur nuk e interesa, kur vë shpirtin në zemrën, pa tjetër që gjërat shkojnë mirë gjithmonë. Shkojnë mirë, dhe mua më vjen mirë që jam për balltesat, sepse gjithmonë e kam kuptuar dhe kam bërë që ti je vërtet një artist që Faleminderit. i ke dëshirë të gjitha gjërat. Përpiqemi. Bashkë me zonjën, mos harrojnë të tanën. Kur ka qenë hera e fundit që ishe në Shqipëri, Tomi? Edhe fundit 2 vjet, no, 2 vjet. Po. 2 vjet bajtëm pasi Barakengën, Kur bone ato këngë? Barakengën, kënga doli e bukur, kam bashkëpunuar me një grup Max Production, është nga më të mirë. Po, Max Production. Më të mirë, Bledi është, e përshëndes Bledin, dhe me profesorit Balidin. Ed Valiri është, me fjalë është nga kompozitorët më me emër sot, por i ndar pak në projekcionet e tija si kompozitor. Është përpunuesit më i mirë, kompozitori më i mirë i këngës çame. Të kultivimit, po të një shqip, no, kultivimit të këngës çame. Si të duk Shqipëria? Shqipëria është e bukur art. Është e bukur. Si do që tjetë është vendi jo. Ka në ide për të kthyer ndonjëherë? Nuk e di art, nuk jap dot përgjigje. Nuk e di sepse më e moti një përgjigje. S'mundesh do të thuash. Jemi të lidhur me aq më tepër me fjalë me fëmijët, me nipa, me mbesa. Jemi mall kemi shumë, no, nuk diskutohet e punë sepse Nelli ka familjen, ka vëllezër, ka motra, ka nenën. Unë kam motrën. Po shpresoj që kur dalim pension të e bëjmë si e bëjmë këto amerikanë që shkojnë 16 Po mirë, e kemi diskutuar. Ne kemi dalë 32 vjeç në Shqipëria. Me ndodhi, në Zatari, gati gjysma e jetës është jashtë e gjysma në Shqipëri. Më shumë këtu. Pra, më shumë këtu. Megjithatë është një 30 vjet atje. Është një pyetje pak që me përgjithësi. Vemi në Shqipëri jemi tuaj. E vërtet ashtu. Edhe këtu ndonjëherë ka momente që ndjem veten tuaj se duam traditat tona, duam të jemi shqiptar. Po është vend i bukur, më ka pëlqyer. Më ka pëlqyer shumë. Tirana është e bukur, Berati ka atë shpirtin e bukur të Gjiron e Mbasitës. Gjiron e Mbasitës e ka shumë. Njerëzit e bukur. Edhe trëndafilat vazhdojnë prapë të jenë trëndafila. Po janë të gjitha çdo gjë është bërë bukur. Me fjalë, por gëzim më të madh ardhe ndje nga njerë kur dikush më tret Tom, që nuk më harrojnë, me fjalë, më thrasin, më përshëndesin, ka dhe njerëz që unë nuk i njoh. Me fjalë kam njohur, kam qenë me ta dikur, dhe kanë ndryshuar, janë shpërfituar njerëzit. Janë ba vite. Vite, e kupton, po është kënaqësi, unë je kënaqësi, drejt në fakt, je shumë kënaqësi. Kështu është jeta, çfarë bash tani. Por ja jemi edhe këtej me ju, me komunitetin. Prap një Shqipëri e vogël dhe këtej bëhet, e kupton? Kur ke komunitetin, ke njerëz që shkojnë, është zhvillu bëja është mrekullueshëm, është rritë dhe komuniteti i Floris më pëlqen. Njerëzit janë mrekullueshëm. Përveç projektit, se harruam ta themi, kam projektin përveç këngës Valit, që patjetër do vi me djalin që do bëjmë videoklipin, por kam një projekt tjetër që është një këngë latine, e kompozuar nga kompozitori jonë që kemi këtu në komunitet, Armando Zacelici, ka bërë një kompozim të jashtëzakonshëm, dhe kënga quhet Baila Conmigo,
Kërcej me Kërcej me mua, mua. bravo. Është një këngë që e gjithë kënga është në tango. Unë e ti jemi Spanish speaker, e ke Sigurisht pra, sepse ne edhe bërim pyetje kur po vitim që Adriani po atë, jam për shkollë në Puerto Rico i thash. Dhe kështu që Spanish e kupton shumë mirë. E megjithatë ky është projekti, prandaj dhe presë dhe Zoti Gani të presim, sepse kam biseduar edhe me Ganion për projektin që do ta bëj brenda në lokal, por kënga do një çik ta çosh në kohë. Okej. Në kuptim ta çosh në kohë, sepse është e gjitha tango. Edhe Baila Conmigo, sigurisht të dashura që ti dashuron, edhe do të kemë 6 çifte, siç e kam unë. Nden. Të Atje gjën taj lokali aty janë kështu Pikërisht, ti ke që s'ke s'ka nevojë para që akoma, s'ke nevojë për me i thanë Të kur ta ka mundësi me ardh, i ke aty. pikërisht pra. Por i duaj 6 çifte që të më kërcejnë. Vetëm ka që ato, siç e ka organizuar me këngëtarin Kërcej, Salion, e vërtet. kupton dhe aty sigurisht edhe ky djali që do të jetë aty me kamer dhe kënga shumë. Ka ritëm, ka ritëm, ka zjarë, ka dashuri kënga brenda. Që latine, Latine, gjëra latine. shumë. Ne e morëm atë. Dhe ky është një projekt, Vërtet. projekti i dytë që vjen, e kupton. Dhe pastaj shikojmë me radhë ç'a mund të vi. Ka një projekt tjetër që më thonë për në Shqipëri, Çeka ka projekt me një komedi të mrekullueshme që do të bëj, ka projekt që do vi këtu, me një fjalë sponsor një ka gjetur që andej, do vi këtu. Po janë ca gjëra që duhet të organizohesh mirë, sepse edhe puna nuk më le një çik kohë, sepse jam i angazhuar me punën e parë dhe të dytë, por gjithmonë kur ka pasion, do gjendet dhe koha për të realizuar këto gjëra. Jeni pasionant mbas makinave të vjetra apo punoni në një vend për makinat e vjetra? Një pyetje e bukur kjo. Tani se si erdhi kjo puna ime. Unë jam që kërkues shumë, jam që ngacmues në gjëra. Është vetë tipi im. Gjithmonë kur kam marrë, Nelly e di shumë mirë. Kërkoj kontakt. Dhe kontakti me ty më ka pëlqyer shumë që në fillim. E ne jemi taku ditën e parë që ka në Florida. Ditë e parë. E kupton? Sa ke ardhur prej avionit, Okej, punët e- ja i gjen, ka qenë Bravo, diçka e tillë. bravo. Edhe punë sollën që jemi Si, pak si, larg që- edhe dhe do të nxjerr kokën e mohabet gjë. Mua kontaktet janë pa kontakt unë argjan së morën. Në kuptimin e mirë të fjalës, së morën. Sepse unë ja gjej vetes me çfarë të kaloj, sepse marr një libër kam, libra që lexoj, marr gitarën, me Nelin shpeshherë që këndojmë edhe diçka në Facebook, në Instagram e këto, është një pasion kjo. Por që nuk kisha një komshi aty. Dhe emri i tij quhet Tomi. Por si jam njohur me të, ka qenë e çuditshme. Ne nuk jetonim aty fillimisht, po jetonim diçka më të poshtë. Edhe unë ngisja bicikletën, sepse siç të thash dhe pak më parë, gjimnastikën me kam pas, edhe sot, bëj maratin, bëj këto. Të shtonave dielave kam të programuar 30 minuta patjetër. Edhe dola me bicikletë, po dhe ky dilte me bicikletë. Edhe një moment e shikoj këtë që kishte ndaluar, kishte ulur kokën, edhe mendova për një moment, Ka diçka që i ka ndodhur. mendova po merr frymë apo jo. Dhe ju afrova dhe pyeta you right, okay. Më pak kështu. Okay, thank you, fama. Okej, dhe ika. Më vonë, erdhi momenti që lëvizim nga ajo shtëpi dhe erdhëm të shtëpitë ku jemi sot, bashkë me vajzën, sepse jetonim me vajzën e vogël, më vonë ata blerë shtëpi, edhe ne ngelim aty. Një mëngjes të bukur, shikoj zotrinën. Oh, you are over there, you remember me? Oh, yeah, you live in here? Yeah, okay. Si të quajnë, Tomi, mua Tomi, o përshëndetëm, edhe vazhdoj kjo punë. Tani ne kishim një punë, kisha një punë, punoja. Por gjithmonë jam ngacmues edhe ta pyesë që ku punon. E shikoj që ku si të makina të bukura. Sa le ke rrogë. Në shqiptar, do. Edhe ta pyesë që se e shikoj një me Porsche, një me Corvette, një me ndronte makina të I tash Neli në më i them ja, po thoj ta me tash. Ku punon ti? Punoj në një dealer ta Ferman, dealer. Tash kaman për mua ti health. Çfarë po? Tash. Çikon tha. Jam, për what më tha. Okay. Prita, kur më lejmëroj. Ke qef sa të vish atje, ta të punon. Po si jo, i thashun, tani kim nevojë. Si kemi gjithë, no? E vërtet.
Edhe ati janë Potter. Quhet Potter. Aha. Potter. Potter që lëviz makina shtrejta. Që i vë në showroom, no? I qoj, i marë mrapa, Në vetëm showroom. në showroom. Edhe vinë klientët që Dhe kanë edhe përgjegjësi sigurisht. shumë përgjegjësi janë, shumë përgjegjësi. Por jam i mbrojtur. Shkët që kompanie, por jam i mbrojtur me inshurencën e kompanisë brenda. Sigurisht. Për çdo lloj gjëje që më ndodh, sigurisht. Sigurisht. Me drive $10 makinë. No, duhet të mësoj, duhet të kesh kujdes. Çdo njeri e bën, po. Dikujt se japin as me la. Ka dhe detalje aty që lajnë e bëjnë, no? E më i kështu erdhi kjo njofje me te, o fut atje, Adrian sot unë kam kontakt fuqishëm aty. Dhe të këbosi madhë që më dojë jashtëzakonisht. Ai është nga Chicago, është muzikant, është shumë i talentuar në kitarë. Më dëgjon, më shikon videot e mia dhe më thotë ma you are fair. Edhe më do shumë, sepse u njofa me bajanakun e tij, gratë motra, edhe jam shumë mik me te, edhe kjo erdhi njofja. I ke ba vend vetes me punë. Edhe kaloj mirë aty, të drejtë, dhe më paguajnë mirë, në përse më paguajnë keq. Ne kam qik largë 25 minuta nga shtëpia, por që jam i kënaqur. Plus kemi edhe një shkollë me Nelin pasaj aty afër shtëpisë, që jemi në Është servic. Ferman që është në West End. Ferman në Brandon, ja, Ferman, ata janë kompani shumë e madhe. Kanë 14 copë në Florida. Këtu që është në Në West Ferman. End duhet jetë. Ja, Ferman është emri i bosit madh. Okej. Është gjallë. Me fjalë baba i tij, e kupton se flaku është turp, jo amerikan por Europa. Okej, se më duk Ferman. No, Ferman. No, Ferman Ferman nga libri, Ferman i Turqisë, ja. Po nuk e di shumë mirë, po amerikan duken të bardhë, e kupton, janë gringo. E di shumë mirë. Në spanjisht, dhe kështu që dhe kaloj mirë me Brad quhet ai, është shumë i mirë. Çdo mëngjes do kafe nga unë, vetë që kafen, bëjmë çikë muhabet. Ja prezantova këngën, e ka pëlqyer jashtëzakonisht këngën. Edhe ra muhabeti për një korvet, për makinë. Aha. Nuk më kundërshoj fare, patjetër më thamë, do të jap makinën time. Ashtu, E ka të bardhë korvet. Kështu që dhe ajo do blej për të për të bërë diçka. Ja ky është Tomi. Ka që më tem tepër. Atëherë Tomi të falenderoj, ju falenderoj familjarisht me fjalë që ishit pjesë, edhe sigurisht që kjo është hera parë, por nuk do të jetë hera e fundit. No, absolutisht ja. Masi të bëhet, sepse nuk desha që këngën ta prezantonim këtu, po të bëjmë një diçka të veçantë për prezantimin e këngës, me fjalë që do të kesh. Patjetër do vi. Kështu që do të jesh pjesë e studios edhe herë. Do ta bëjmë bum. Patjetër. Rofsha Dian, edhe unë të falenderoj shumë në të gjithë që bëre, në gjithë çfarë ke bërë, sepse je vërtet për të lavdëruar. Të falenderoj shumë dhe të uroj shumë për çmimet që ke marrë, sepse nuk kam pasur mundësi që nga Michigani për je vërtet një shërbëtor në kuptimin e mirë të fjalës, që komuniteti të ketë vlera dhe vlera ka vërtet. Njerëz ka si ju vërtet. Edhe ju jeni nga ata të vërtet, që vërtet punoni me shpirt e me zemër për t'i dhënë sa më oksigjen komunitetit, sepse njerëzit kanë shumë nevojë, sinqerisht. Jemi pak të shpërndarë si kom, jemi pak të pavmenshëm, por jemi kombi mirë. E vërtetës. Jemi kombi mirë që kemi tradita të shkëlqyera, e duam njëri tjetrin, por e kemi atë këtë keqe që reagojmë shpejt për çdo gjë. Duhet ulemi pak edhe ta duam njëri tjetrin, dashuria është gjë e madhe. Ja. Nuk ndërtohet asnjë gjë me urrejtje. Urrejtja sjell veç urrejtje. Prandaj edhe ju keni arritur për dashurinë, buzëqeshjen që jepni, respektin. Faleminderit. Kjo është. Për çdo natë unë rritem mendoj se si vitet ikin kaloj, ato ikin bashkë me rinin time, ato ikin e nuk thehen më, ato ikin e nuk thehen më. Për çdo natë unë rritem mendoj se si vitet ikin kaloj, ato ikin bashkë me rinin time, ato ikin e nuk thehen më, ato ikin e nuk thehen më. Dashurova janë kur në të mojë, dhe pse jeta mu as më dha krah,
është për mua kjo jetë kaq barbare, që më la kaq fukara. Dashurova jo kur në të bon, dhe pse jeta mua s'më la kra. është për mua kjo jetë kaq barbare, që më la kaq fukara. La 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 la. S'kam para do pidës del fëllor, s'kam para të më lenja kitar, s'më kam metur jetë jetër në bot, të këndoj veç të harroj, të këndoj dhe veç të këndoj. S'kam para të lenja kitar, s'kam para të lenja kitar, s'më kam metur jetë jetër në bot, të këndoj do jetë të harroj, të këndoj dhe veç të këndoj. Dashurova jo kuna të bot, dhe pse jeta mua s'më la kra. është për mua kjo jetë kaq barbare, që më la kaq fukara. Dashurova jo kuna të bot, dhe pse jeta mua s'më la kra. është për mua kjo jetë kaq barbare, që më la kaq fukara. La 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 la. Ju falenderit. Najsi, Ja dhe kitara. Ju falenderit. Atëherë, të nderuar teleshikues, kjo ishte intervista me Tomi Filipin. Shpresojmë që do ta kemi përsëri në studion ton për një projekt në të ardhmen. I falenderojmë familjarisht bashkë me zonjën dhe miru takofshim në Ju falenderit. Ju eventet e tjera. falenderit juve Shumë bashkë. faleminderit për respektin. Shumë falenderit. Shumë falenderit. Shkeni ju mbi mbar. Faleminderit. Shpreh e bukur. Kjo ishte pak a shumë